E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi, tani që ka përfunduar Prime, të komentojmë pak ngjarjet që ndodhen sonte në shtëpinë e Big Brother. Ashtu siç në fakt u përfol, DJ Gimbo u bë pjesë e këtij spektaklit. DJ i Gjestit, një nga DJ-t më të suksesshëm, një nga miqtë më të afërt të Gjestit, sonte pjesë e Big Brother VIP Albania 5. Në fakt mu duk shumë i emocionuar, mu duk shumë në presion, por mbi të gjitha unë uroj me zemër që të jetë të paktën në rrjedhën e lojës së Gjestit, të mos të jetë ndryshe nga Gjesti. Publiku pret nga DJ Gimbo, jam i bindur për këtë gjën, që të jep atë emocionin që Gjesti e dha, sepse DJ Gimbo nëpër intervista ka treguar që janë rritur së bashku, kanë ndarë momente së bashku, do me thënë janë pothuajse i njëjti karakter dhe pres brenda asaj shtëpie të merret e njëjta energji, do me thënë të jetë një Gjesti i dytë, fansave të Gjestit t'ju rikujton shokun e tyre. Tani fjala e Gjestit ishte kjo që hyrë dhe fitoi këtë Big Brother. Unë e di që Gjesti do t'i bën suport jashtëzakonshëm DJ Gimbos nga jashtë dhe DJ Gimbo do t'jetë pjesë e mrekullueshme e këtij spektaklit. Nga natyra që e kemi parë nëpër intervista që ka qenë, DJ Gimbo tregon një njeri shumë pozitiv, tregon një djalë shumë falendërues dhe e di që brenda kësaj loje do t'jetë i veçantë dhe superlativ. Nga DJ Gimbo në këtë komentim të shkurtër të Prime-it, dua të komentoj pak nënën e Brikenës. Sonte pjesë e surprizës së madhe ishte nëna e Brikenës. Nëna e Brikenës mu duk shumë e qetë, mu duk shumë grua e nderuar, mu duk shumë njeri që do me thënë parimore. Ajo që unë pash tek mesazhi i nënës së Brikenës, pash një lloj reflektimi realisht në familjen e Brikenës për atë se çfarë ka ndodhur para 5 vitesh. Ajo ishte shumë e qetë, do me thënë nuk është se u kishte mbet hatri për atë që kishte folur Mateo, dhe për këtë gjë në fakt unë i përgëzoj dhe i duar trokas, sepse unë jam pro mbështetjes të dy palëve. Unë e thash edhe sot, Brikena ka shumë nevojë për prindërit e saj, sepse ka nevojë për një po apo për një dritë të gjelbërt që ajo të qetësohet, sepse ka qenë shumë në presion se si ato i kanë marrur gjërat dhe se si ato i kanë logjikuar gjërat. Për Mateon nuk kam se ç'të flas, Mateo është një djalë superlativ, është një djalë me shumë kulturë, me shumë edukat, që në fakt jam i bindur që prindërit e Brikenës tani thonë se çfarë gabimi kemi bërë, që nuk e kemi lejuar tonën mbi që të merret me këtë djalë fantastik, do me thënë të krijon një lidhje dashurie. Nuk është vonë kurrë, unë jam pro lidhjes, nuk e di në qoftë se Mateo do ta vazhdon këtë rrugtimin, por që Brikena përsëri do me thënë jep indicje, edhe pas gjithë asaj gjës, Brikena sonte përsëri shkoi ja dha dorën pas takimit, do me thënë ndjeshte mirënjohëse për veprimin që bëri, ndërsa Mateo është për t'u përgëzuar, që doli dhe i kërkoi falje nënës së Brikenës për çdo emocion të rënduar që mund t'i ketë dhënë vajzës së tyre. Do thënë nga nëna e Brikenës nuk pash gjë të keqe, ishin shumë solid në raportin e Brikenës dhe Mateos dhe pash vërtet një lloj energjie të bukur dhe pash një lloj përqafimi të dyve. Do me thënë u soll shumë mirë dhe u soll shumë bukur nëna e Brikenës, këtë gjë pash. Ndërsa se si do të vazhdon marrëdhënia, kjo gjë do të mbetet gjatë ditëve në vazhdim për ta parë. Marrëdhënia Stelina, Ina dhe Casey nuk dua të gjykoj, nuk jam pro vajzave të cilat futen në një marrëdhënie, jam kundër në fakt këtyre gjërave, sepse këto lloj historish na kanë treguar një background tjetër, por gjithsesi do me thënë e shoh një marrëdhënie jo të ndjerë. E shoh një marrëdhënie ashtu siç unë e kam komentuar, ashtu e komentoi dhe Monika e drejt për drejt në mendim. Do me thënë është një marrëdhënie, një lidhje dashurie e krijuar vetëm për ta mbajtur Inën në lojë, sepse siç është Ina e vetme në atë shtëpi, është edhe Casey i vetëm. Dhe mendoj që kjo marrëdhënie u ndërtua vetëm për interesat e tyre. Ndërsa te Rogerti është një banor i drejt për drejt, edhe pse ka ofendimin si bazë
do me thënë, ai nuk ka ofenduar, thjesht ju a ka thënë të vërtetat banorëve, i tepruar është pak tek Artani, sepse Artani është njëri shumë pozitiv, por mendoj që tek banorët e tjerë ka qenë shumë i drejtë për drejtë. Mendoj që njerëzit e drejtë për drejtë duhet mbështetur, duhet duar trokitur, por normalisht nuk duhet mbështetur ofendimi i tyre. Ky është opinioni im për Prime-in sonte, duke vazhduar nesër mbrëma në mënyrë pak më të detajuar.